Vështirësitë të Shqipërisë për ekzistencë edhe tek pushteti i butë i dy personaliteteve të shquara amerikane dhe britanike, të njohur si miqt më të dashur të Shqipërisë, Dr. Charles Telford Erickson dhe kolonelin britanik Aubrey Herbert. Ambasadori Mal Berisha ka shumë për të thënë për të dy, i ka studiuar mirë dhe ne sot do të na përcjell esencën e luftës së këtyre dhe për dy personazheve të rëndësishme për Shqipërinë, për ekzistencën e saj. Ambasador, faleminderit që pranuat të ishit. Dhe nuk jeni vetëm, apo jo? Faleminderit shumë për mundësinë që më jepni dhe dua të përshëndes sot të gjithë bashkëdhetarët tanë kudo që janë, me një urim për festën tonë të pavarësisë për ditën e flamurit, duke pasur në krah edhe një pasardhës tanë, pasardhës tonin Skaj Erion Berisha, i cili me këtë shqipojnë këtu në Gjoks e ka përqafuar gjyshin në këtë ditë kaq të bukur historike për vendin tonë. Ju falenderoj për këtë. Skaj, më le të uroj gëzuar festën e flamurit. Ka emocione. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për këtë surprizë të këndshme dhe gëzuar për ju, ambasador, gëzuar për Skajin, familjen tuaj dhe për shqiptarët kudo që janë. Dhe ju po e drashgoni ato që ju e atashoni në çdo shfaqje tuajën publike, televizive, në rrjetet sociale, në për konferencat e shtumta, në promovimet tuaja, me atë fjalin tuaj, shprehjen tuaj që shoqëroni kudo, proud to be Albanian, krenar që ti je shqiptar. Faleminderit shumë Merita për këtë vlerësim. Atëherë do të nisim pa humbur kohë, ambasador, për ato dy personazhe që unë e theksova që në fillim që ju i keni studiuar shumë. Unë e di që ju do doni të flisnit për çdo detaj të aktivitetit të tyre të rëndësishëm për Shqipërinë, por ne do ndalemi tek ato që ju i konsideronit më të rëndësishmet për shkak edhe të kohës. E di shumë mirë se çdo detaj për ju vlen, por cili është roli fillimisht i Charles Telford Erickson për Shqipërinë, amerikanit që ndikoi shumë për ekzistencën me ato që ju e konsideroni si pushtetin e tij të butë? Është shumë e vërtetë që nëse do të flisim për jetën e Charles Telfordit, i cili përbën një nga punët e mia më të përkushtuara të jetës, do të shkonin në për shumë detaje. Në fakt unë dua të ndalem Merita sot në këtë ditë kaq të shënuar në një thënie që unë e kam shumë për zemër dhe që është mirënjohja është parametri i madhështisë njerëzore. Neve na duhet që këto figura të cilat kanë bërë kaq shumë për Shqipërinë dhe këto dyja që ju sapo përmendet kanë diçka krejt të veçantë, sepse në fakt kanë humbur jo vetëm nga ditët, muajt dhe vitet e jetës tyre kushtuar Shqipërisë, por kanë humbur edhe pjesëtar të familjes. Kanë humbur vetë dhe kanë lënë amanet Shqipërinë tek pasardhësit. Dhe një gjë të tillë e bëjnë vetëm patriotë të mëdhej shqiptar, ata të cilët janë me rrejnë shqiptare. Dhe ndërkohë ne kemi dy figura për të cilat unë do mundohem të flas sa për mbledhësi se në çfarë momente të jetës së tyre ato janë gjetur kur njeriu harron gjithçka, por ata edhe në ato momente nuk e kanë harruar Shqipërinë. Kontributi i tyre është më kryesorët, ambasador. Kryesorët, po. Charles Telford erdhi në vitin 1908 në Shqipëri me këto misionet e ungjillorëve, të cilët sapo kishin filluar të dukeshin Ballkan, por kishin kohë që kishin ardhur në perandorinë osmane. Ai gjeti një mundësi për të shpërndar ungjillin në Shqipëri, po në Shqipërinë asaj kohe e cila ishte ende nën perandorinë osmane, është viti 1908. Ai u përplas me shumë vështirësi në Tiranë, por gjeti një ambient pak më të përshtatshëm në Elbasan për të hapur një shkollë të cilën ja mbyllën turqi. Dhe pastaj ata internuan, jeta e tij është e lidhur me shumë ngjarje në manastire e tjera. Por unë dua të përmend një nga faktet më tronditëse të jetës tij, të cilën çdo kënd tjetër në botë do ta kishte detyruar të hiqte dorë, jo nga vendi, por nga misioni i vet. Në vitin 1912, kur ai ishte kthyer nga një internim disa mujorësh në manastir, djali i tij i madh Irli psoi një infeksion duke lozur në oborrin e shtëpisë në Elbasan. Ai e mori djalin dhe vajti me të në Zvicër. E shoqja Irli, e cila ishte një pianiste newyorkeze, një aristokrate,
priste që i shoqi të kthehej me djalin e shëruar në Elbasan. Dhe çfarë ndodhi? Djali në fakt nuk i mbijetoi sëmundjes në Zvicër, u kthy në Shqipëri me shumë vështirësi sepse e ndaluan në portin e Durrësit dhe kur arritin në Elbasan, sapo ishte shpallur pavarësia, serbët e pushtuan Elbasanin dhe e kam gjetur në dokumentat që e kanë ekstradu në kushtet kur Keri e shoqja ishte në gjendje delirit plot për dhimbjen që kishte shkaktuar humja e djalit. Ja nxorën të gjitha librat në rrugë dhe ja dogjën në oborrin e shtëpisë, e përzuan me dhunë dhe e nisën nga Shqipëria të ekstraduar me forcë. Forcat serbe në këtë kohë turqët kishin ikur nga Shqipëria dhe jemi pikërisht në ditën e pavarësimit të Shqipërisë. Ai u largu nga Shqipëria, e shoqja pas vdekjes djalit nuk jetoi më dhe ajo e humi të gjithçka që kishte dhe bëri edhe një vdekje më vonshme dhe pastaj ky njeri prapë nuk ju nda Shqipërisë dhe botoi në The Economist të Londrës 4 artikuj për atrocitetet të cilat i bënin serbët në Kosovë. Dhe janë nga gjërat më impresionuese po t'i lexosh se si edhe gazetarë të famshëm francez gënjenin për atrocitetet serbe në Kosovë që i zbuloi Charles Telfordi përpara opinionit botëror të atëhershëm. Ato barbarizma të tmerrshme, por çfarë nuk të vret shprehja të bën më të fortë apo jo? Më të pikërisht. Pastaj e shohim në rrjedhën e shtetit shqiptar në kohën kur ai emërohet presidenti kryqit kuq amerikan në Italinë e Jugut, e cila ishte në një gjendje mjerimi dhe urie masive, në vend që të gëzonte një punë e cila ishte shumë e paguar, ai përgjigjet një ftesë të Vatrës për të bërë pjesë e delegacionit shqiptar në konferencën e paqes në Paris, ku i bashkohet Imzot Bumçit dhe Mihail Turtulli dhe bashkë me delegacion dhe pa hyrë në detaje, mund t'ju them që unë kam gjetur edhe korrespondencën e tij me presidentin Wilson me datë 24 prill të vitit 1919 dhe me 25 prill ai merr përgjigje nga vetë Wilsoni. Pastaj puna e tij është e mbushur me mrekullinë e tij. Dhe çfarë mund të veçojmë te kjo korrespondencë zoti Berisha dhe a mund të themi që ndikoi në vendimarrjen e Wilson në atë vendimarrje historike për Shqipërinë? Shiko, Merida, ka shumë veta që i dalin zot punës ndërgjegjësimit të presidentit Wilson lidhur me qëndrimin që ai majti me 14 pikat e famshme të mbrojtjes së kombeve të vegjël. Me datë 25 prill të atij viti, pra 1919-s, presidenti Wilson i thotë në një ditë kaq të mbushur me punë që kam unë sot, thot, pata kënaqësinë të lexoj letrën tuaj e cila më elaboroi ose më iluminoi lidhur me çështjen shqiptare. Pra, unë mendoj që shumë çekiç kur rrafin me bëjnë një punë të mirë siç ka ndodhur në atë kohë. Por vetë fakti që një amerikan ishte deleguar nga Vatra dhe ai e la punën e vetë me të mirë të jetës vetë që i kishte marrë deri atëherë si shef i kryqit kuq amerikan në Itali dhe ndroi rrugë sepse ishte konflikt interesi nëse punoi në kryqin e kuq dhe merreshe me politikë dhe ai përkushtua çështjet shqiptare. Është një mrekulli që vetëm njeri me një pasion të jashtëzakonshëm, një dashuri pafund për një kom siç jemi ne mund ta bënte atë edhe një herë. Më leni të kujtoj që në kohën nga ikja nga Shqipëria deri te konferenca e paqes, ky njeri kishte humbur njeriu e vet më dashur dhe e kishte lënë ajo me 3 jetim të tjerë. 2012-2019 edhe një periudhë disa vjeçare. Po ambasador, si lindi ideja e tij për themelimin e shkollës shqiptar-amerikane të bujqësisë në Golem? Ju e keni theksuar disa herë. Për kudo që është interesuar mund ta gjejë edhe në YouTube të gjithë informacionin dhe materialin e plot për këto momente që po flasin në teleshikuesit. Po, është një lloj komunikimi aq i afërt i Charles Telfordit me
njerëzit të cilët në atë kohë përbënin, si me thënë, establishmentin politik të Shqipërisë, regjenca, ndrimet e pushtetit her mas here, Fanoli ishte në atë kohë nëpër dyrët e politikës shqiptare, Zogu kishte shkëlqyer me mbrojtjen që i bëni konferencës së Lushnjës, dhe shqiptarët në atë kohë ishin në periudhën kur kuptonin që pa arsim nuk mund bëhet dot asgjë.